mund të konsiderohet nga ata që i thonë vetes musliman, por vetëm musliman nuk janë. Vetëm Allah dhe Kur'an nuk kanë. Sepse bëjmë përdit krimin e ndaluar nga Kur'ani për të helmuar njerëzit me shpifje. Po si mund t'jem unë njerë kundër jush? Rritjen e vetë nuk është më Shqipëria ku nuk afrohej asnjë investitor, është Shqipëria ku të gjithë investitorët duan të vinë. Është Shqipëria 12 milion turistëve. Është Shqipëria që unë e kam ndarë me ju kohë më parë. Duhet hyj tani në elitën e turizmit global me investimet cilat sjellin konsumator të nivelit lartë që i lën parat këtu. Një vend që nuk ka frikë nga një projekt i jashtëzakonshëm si ky, ku partnerët të jashtëzakonshëm janë përbashkë për të investuar 4 miliard euro. Jo si ndërtues, që ndërtojnë, shesin dhe ikin, si ata që kanë ndërtuar edhe pallate në Tiranë dhe pastaj ja kanë lënë banorëve që s'marrin dot hipotekën. Po si pronar të terrenit, të cilin e kanë bler me para, të mbikëqyrura në mënyrë strikte nga agjencia jonë kundër pastrimit të parave dhe nga partnerët ndërkombëtar që bashkëpunojnë me atë agjenci. 1 për 1, euro për euro me bankë. Dhe jo nga Izraeli, që mund të ishte fare mirë dhe Izraeli, po nga Katari, që nuk besoj se